dhe pasumorit, e ne ecim tutje me spektaklin tonë. Për çdo javë kemi vërtet ata gjevahir që vinë na rrëfejnë përvojën nga më interesantet të sukseseve të tyre të jetës, që vlejnë si një pistë e jashtëzakonshme për të gjithë ne, për të gjithë ata që pretendojnë rrugtimin e suksesshëm. E kemi pritur ka herë, sonte ai do të jetë mysafiri ynë. Është një profesor, një doktor, një poet, një publicist. Zonë e zotri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Jeton Kelmendi. Ajo profesor të erve. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, kënaqësia ime t'ju shoh për një punë ka gjatë që bëni dhe të bëhem pjesë e këtij suksesit tuaj. Kelmend, Papa Klementi, Kelmendast. Edhe të tjerë pas Papa Klementit janë tanët, apo? Po, deri te Ibrahim Rugova Recep Qosi, edhe ta i kemi Klemendat. Profesor, shumë vite në universitet, e me bëmë t'i numërue se në CV-n tënde e shiqova u mora me të shumë e gjatë. Po ta lexonim do t'ishte shumë e gjatë. Mendova ta bëj një lloj mini kronike edhe ajo na dilte shumë e gjatë. Thash më mirë flasim me profesorin këtu. Një jetë me shumë përbajtje, po e filluar ku? Po, jeta e filluar në qytetin, në vendin ku kam linë, pra në Pej, një fëmijë i zakonshëm. A Pejon? Po, tash Rrugovas i ron Pej. Rrugovas i zbritun, madje ata thon ish djergum. Ish djergun Pej. Na gjuhën rrugovishte. A i ish djergum moti? Po, sigurisht se ka bukur vite. Bukur vite. Po. Po, shkollimin fillor edhe të mesëm aty, ha? Po, shkollimin fillor dhe të mesëm në Pej, pastaj studimet në Prishtinë, për të vazhduar më pastaj në Bruxelles. Çfarë kujtime shërun profesor nga vendlinja? Një fëmijëri sigurisht me lodra, në rrugë kryesisht, sepse flasim për të luajtur, se s'kishim lodra. Ndoshta edhe pse ju jeni më i ri, takoni një gjeneratë tjetër. Po, në fakt unë jam një nga ato gjeneratat, do të thoja, të vështira, ose në të vazhde në atyre gjeneratave të vështira, ku fëmiria ime ishte një fëmiri gjysmë e humbur, për të më thënë tërësisht e humbur, sepse unë kam mbaruar 5 vitet të shkollës në institucione shkollore, më pastaj filloi vitet 90-ta, dhe kur na nxorën, pra sistemi serb na nxori jashtë shkollave, pastaj kam mbaruar shkollimin pra në shtëpi private. Jam nga ato gjenerata që e kam fillu dhe e kam mbaruar shkollimin e mesëm nisësos në shtëpi private. Dhe kujtimet janë ndoshta edhe dhëmshme, po të bëjnë pak a shumë edhe krenare, sepse këto dhëmshmet e kanë dy aspekte, edhe krenarin sepse ja kemi dalë, dhe mbaj mend si fëmijë i shkollës mesme, si nxënës me një fletore e cila ishte nga kimia, biologjia, letërsia, gjitha lëndët, një fletore duhet ta fusnim këtu pranë të barku dhe një laps në mënyrë që mos na shihte policia serbe, dhe ne do të shkojmë një javë, një herë me nga një ditë, pastaj një javë në një shtëpi, një javë në një shtëpi, ndërkaq 2 vitet e fundit mi burru bë një patriot, një vendas dhe lëshoj shtëpinë, dhe pastaj kishim një shtëpi të vogël, një katëshe, dhe sa herë kaloj aty pranë lagjes e ndjej atë, si thuash, atë nostalgjinë për ta pa atë shtëpi të vogël, e ka rujt pronari fatkeqësisht. Jeni rikthyer, e ka rujt? Po, pronari e ka rujt, e ka restauruar, po jo dhe shteti. E keni lënë, e ka lënë si një lloj muzeu, më thonë? Jo, nuk jeton, e ka një shtëpi aty pranë ca metra, por ajo ka mbetur shtëpi muzeu. Ajo ka mbetur shtëpia. Që ishte gjimnazia, po? Shkolla ishte gjimnazi Bedri Pejoni i Pejës, dhe ajo ishte me disa punkte, por ajo quhej punkti Dardani, ajo në lagjen ku unë kam shtëpinë atje, dhe kjo ishte, pra këto janë disa kujtime, po jeta kështu të përplas shumë, doktore, dhe kujtimet janë shumëta, sa më bëm ja nis me i tregu, pastaj të mallëngjaj edhe ti, edhe pse para meje i ke kalu këto. A ishte kjo jeta, kishte në realitet shenjat e hershme të prirjes për letërsi? Po, sa i përket... Se zakonisht në kohërat vështira shkruhet. Edhe veprat e mëdha goxha në kohërat vështira, pa.
Po tash për të më dha pa dashme që janë modest, nuk e di, sepse një nxanës, një fëmijë i cili sado që mund ta ketë një prirje, një talent edhe një dashuri për letërsinë, të jemi të sinqertë, kapaciteti real, nuk është edhe ai sa do të mund. Tash unë kam një librin e parë e kam shkruar me shumë dëshirë, ndoshta më shumë të edu nga gjitha dhe e kam dashur, po që sot s'kisha më shkruar, kisha më shkruar pak më mirë. Pak më mirë, më ndryshe. Mirë, Kadareja thot, disa herë ka ndryshu veprën, ka shkrue, rishkrue për me ndryshu. Asnjëherë mjaftueshëm artisti, krijuesi, se ju bëni pjesë në radhën e krijuesve, ju jeni absolutisht poet. Përveç se poet, cilat janë në realitet profesionet edhe angazhimet tuaja kryesore në jetë? Me shpirt jam shkrimtar, poet, dramaturg, prozator, kurse me profesion, me to do ngelja pa hangër buk dhe është problem të mbash familjen, pra kam një profil tjetër, studimet i kam mbaru për media dhe marrëdhënie ndërkombëtare, politikë, siguri. Ndërkaq doktoratura është roli i mediave në politikat e sigurisë në BE. Do thotë jam përpjekur që të marr 3 fusha, pra medien, e kam sa dhe kam punuar në kohë gjatë medie, është politika ajo që si thua që ndërthurë me medien dhe po ashtu do me thënë në rolet caktuara dhe siguria. Pra me ky është profili me cilin unë marr një pagë, se thash nga letërsia, pavarësisht se të përmbush shpirtërisht gjepat t'ilën zbrazër, Universitetin e mbarove në Prishtinë? Po, universitetin e kam mbaruar. Po studimet pas universitare ke vazhduar? Në Prishtinë, studimet pas universitare në Universitetin e Brukselit, që një, që bën studimet të sigurisë dhe medias. Në Universitetin e Brukselit ishte një projekt i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s dhe ishte një përzgjedhje 26 studentë përzgjedhëshin nga gjithë vendet e BE-s dhe kishte edhe diku një 5 studentë që ju takonin vendeve që nuk ishin në antarët BE-s, pra isha unë nga Kosova, naturisht me konkurse se kishte diku rreth 4000 diçka njerëz që konkuronin, një nga Shqipëria, për fat ishim 2 shqiptar, dhe kishte edhe 2 turq, aso kohë edhe 1 rumun, sepse edhe Rumania nuk ishte pjesë në atë kohë, pra nuk ishte pjesë e Bashkimit Evropian, më pastaj u bë, po pra këta ishim që i thosh jashtë vendeve të BE-s. 4000 veta konkuruan vetëm për këto 5 vende? Diku mbi 4000 besoj kanë qenë. Po, domethënë duhej nga testet e gjuhës, punimet, kërkojshin përvoja, kërkojshin goxha një, ishte goxha e vështirë për t'u pranuar. Ishte do thoja më e vështirë për t'u pranuar aty se sa edhe për të marrë pastaj studimet. Doktoratën? Po, doktorata është, si që thash, roli i mediave në Rule of Media in EU Political Security Issues. Pra, roli i mediave në politikat e sigurisë në Bashkimin Evropian është një projekt ndërkombëtar dhe mendoj që edhe këtë edu këtë fushë për shkak se më lidhet me medien dhe unë medien po ashtu e du, jo sa letërsia natyrisht, por medien e du shumë dhe se çfarë prodhon media, sidomos në kohën që jetojmë, pra është një nga çështjet më tipike që ndikon në të gjitha sferat e jetës. Dhe këtu në emisionin tuaj, për shembull, si çdo popull tjetër dhe ne kemi njerëz të cilët prodhojnë kuadro të mira, të mesme dhe të dobëta. Dhe media është ajo që transmeton, nëse transmeton vetëm gjëra që janë të zakonshme, për të mos thënë tërësisht e dobta, pra krijon imazhin se ky popull nuk paska. Emisioni për shembull siç e merrni ju dhe të tjerë, mos bëhemi nihilist, por më duhet ta jep sinqert lavdatën sepse këtë emision nuk thon faleminderit pse më ke thirrmuar, se funit jam individ dhe nuk bën se bën pa mua smerret vesh. Kemi pritur gjatë. Kur ti nxjerr një gomë të njerëzve që kanë në fushat e ndryshme, unë mendoj se kjo është më shumë se sa profesion është mision. Pra, gazetaria, media, ndikon për të thënë se i kemi edhe ata njerëzit të zakonshëm, por kemi edhe fusha, kemi mjek, kemi të fushat të ndryshme që ti promovon. Pra, unë mendoj se media luan rolin. Dhe tash varet këtu autorët e mediave se çka duan të nxjerrin. Duan ta nxjerrin këtë pjesën e mirë ose të ndritur, ose duan pjesën tjetër. Kjo ishte edhe si thosh alfa, pse unë u përcaktova për të bërë këto studime. Me shpirt poet, shkrimtar, po me profesion shkencëtar i mediave. Po, shkencëtar i mediave dhe i politikës. A me të thonë kështu, profesor? Ashtu të kështu Aktualisht je profesor në cilin universitet, profesor? Aktualisht ka 10 vite. Edhe çfarë ligjeron aty?
Po, ka 10 vite që unë mbaj mësim, pra që kur jam kthy, sepse për një kohë të gjatë kam jetuar në Bruxelles dhe në pra jashtë vendit, mbaj mësim në Universitetin AB, në Fakultetin e Shkenca Politike, Administratë Publike dhe në Fakultetin e Gazetarisë dhe ka është viti i tretë që mbaj, domethënë, jo i rregull, po i angazhuar mësim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Salem State University, pra në Massachusetts dhe po ashtu nga vjet edhe në Columbia University dhe kam filluar bashkëpunime të kem edhe me Yale. Pra janë 3 universitete në 2 në New York dhe 1 në Massachusetts. Kjo është për ta dorë të zi, profesor, absolutisht. Mban cikël ligjëratash, a quhet kështu? Po, është i angazhuar, domethënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një lëndë, pra roli i mediave në shoqëritë në tranzicion, kjo është edhe lënda për cilën mbaj atje, dhe janë studentët që e zgjedhin këtë lëndë. Pra kryesisht është i nivelit master dhe përzgjedhja nuk bëhet ligjërat klasike si që bëjmë ne në Kosovë dhe në Evropë, pra 90 minuta që kemi ato orët blok, por nga 25 minuta 2 orë, por atje orët zgjasin 4 orë, 5 orë, ku me ditë se sa. Është një formë tjetër, shumë fish më kreative, por dallon, po them, edhe në për juve diçka e veçantë, interesante. Po një përvojë shumë e mirë. Ta kalosh Atlantikun dhe të ligjërosh dhe Hiç fluturimin, të gjitha i ka të mira. Fluturimin nuk e kam bash në dëshirë. Ajo është pjesa që më spaku e du fluturimin, sepse e kam fobi. E di që e ki fobi aeroplanin, po dëgjoj. Të gjithë flisnin se Naimi frigohet për aeroplanit dhe njeriu ofru më aeroplanit me qumilin, edhe unë pe preku të dera ato aeroplanin i thash. A shë që unë si frigohen aeroplanit, tha. Po çka ki atëherë i thash. Po tutna që porzohet, se nuk Tashi, vërtet, me gjitha të shquheni se keni botuar shumë libra, shumë përmbledhje me poezi, kështu, që nga fëmiria. A mund të themi se ndikim të veçantë ka shtruar daja juaj një nga emrat më të mëdhej të poezisë e letërsisë shqiptare, Azem Shkreli, që duar të pasë? Po, doktor, faleminderit, është e vërtet se Zemi, naturisht edhe Daj tjerë, Meri, sepse ata janë disa dhe të gjithë janë krijues. Ky Shkreli, modeli imi të drejtuarit të misioneve, diku. Ai kishte ndikim të madh te unë, saqë për një kohë fillova sikur të bie shumë në ndikimi dhe më desh ta krijoj një distancë. Pastaj natyrisht sepse unë i përkas kësaj gjeneratës, domethënë nga 90-ta e pas luftës 2000-tave, dhe pastaj duke pasur edhe raporte personale dhe me personalitete të mëdha të letërsisë shqipe, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, domethënë duke i pasur miq Ali Podrimin, që e kam pas vërtet një mik shumë të mirë, pastaj kam rujt një miqësi të mirë me Fatos Sarapin, vazhdoj ta kem një miqësi shumë të mirë me Visar Zhitin, Agron Tufen, me Driterojin jam shoqëruar një kohë, domethënë sigurisht se kam filluar ta shoh nivelin e poezisë shqipe dhe pastaj natyrisht fati se para shumë vitesh unë u largova nga Kosova dhe kur shkova në Francë, natyrisht se fillova të njihem me autoritetet franceze të letërsisë, atje filloi diçka tjetër dhe do të thoja një lloj kombinimi pastaj për ta ndërtuar një farë lloj profilit, domethënë gjithsesi duke e ruajt tematikën dhe duke e ruajtur elementet shqiptare, po me një farë qasje edhe pak edhe këtyne të huaj dhe një farë universalitetit. Duke i lexuar shiu të tjerë të besa trendet, se ka dhe një trend që lëviz edhe në poezi, në letërsi, edhe në cila është përmbledhja juaj, po kthehemi akoma, jemi në e parë poetike, edhe si u prit ajo, si e kujton? E kujtoj me shumë nostalgji. Libri im i parë Shekulli i Premtimeve, një titull jo fort poetik, me disa poezi, e thash më herët, ndoshta sot gjithsesi nuk isha për t'i shkruar, po ti mos i kisha botuar, as nuk ti do t'i botoj ashtu siç janë. Pra, poezi cilat i kisha shkruar si shkollari i mesëm, pastaj një pjesë të tyre gjatë kohës së luftës dhe 99-ën, pas çlirimit të Kosovës e botova me Rilindjen, edicionin e botimeve Rilindja, dhe ajo është libri që domethënë më shumti edhe është shit, sepse ende vazhdon të nuk ishte më internet si sot, edhe është ai libri që ma krijoi një farë lloj emrit, pra e dua si lidhje e parë imja me atë botë. Do më thonë Shekulli i Premtimeve, sikur një çun i ri që
rritur me lajme, do më thonë gjithnjë duke premtuar se lajmet na thonin se premtoi Shtetet Bashkuara të Amerikës ku kishim ne vend i shpresës. Do të bëhet më mirë. Do të bëhet më mirë dhe na të kuptim aq ishte kapaciteti i një çuni i tri për t'ia vënë një titull, prandaj edhe ashtu ja vura. Profesor, më pas keni botuar shumë libra, edhe për mbledhje me poezi, dhe janë përkthyer shumë në gjuhët ndërkombëtare, në gjuhët e botës. Në sa gjuhë janë përkthyer? Aktualisht edhe poezia dhe fushat e tjera, domethënë i kam të përkthyera në 42 gjuhë. Domethënë në 42 gjuhë të botës. 42 gjuhë, nëse di unë Kadareja në 44. Jo, Kadareja shkruhet 45, besoj që është edhe më shumë. Kadareja është diçka tjetër. Mund të jetë edhe më shumë. Është një institucion në vetë, domethënë ai besoj që mund të ketë edhe mbi 45, por aq shkruan domethënë kur e kërkon në Google apo në këto, domethënë është, po unë mendoj se letërsia dhe si çdo gjë tjetër sa më shumë që i ofrohet lexuesit pra jo të gjuhës vet, sigurisht se e rrit rolin e atij populli dhe të asaj letërsie. Unë gjithmonë po aq sa mos jem nihilist, nuk është se na është njerëzore të gëzohesh edhe për vete, por rreth par gëzohem kur letërsia shqipe arrin që të botohet në gjuhët e tjera. Unë nuk i gëzohem vetëm librave të mia. Mendoj që kam ndikuar drejt për drejt ose shumicën edhe autorët e tjerë. Pra sot kemi një gamë autorësh që janë botuar shumë gjuhët e botës dhe që janë përkthyr dhe që spakun mbi 70 ose 80 libra të ndryshëm kam ndikuar drejt për drejtë që të botohen, domethënë në këtë gjuhë të botës. Sa autorëve tjerë. Se ju dini shumë mirë sa ka munduar kjo. Pastaj sigurisht Jugosllavia, Serbia s'ka pas disponim asnjëherë që ne të përkthehemi. Neve na ka munguar përkthimi dhe ty sigurisht të dham shpirti kur shkon nëpër botë dhe i sheh nivelet ato elitat botnore që kanë një nivel të njëjtë, apo nështë edhe më dobët se Ali Podrimja, Azem Shkreli, gjitha ta poetë që i përmene, po të pa përkthyer. Sidomos ne Kosovarë, se Shqipëria ka bërë diçka në këtë drejtim, kurse neve shumë pak. Dhe pikrisht e kisha pyetjen sa ke arrit me ndiku në të përkthyerit e autorëve tanë për botë, që është gjë shumë e rëndësishme. Po çka e bën poezinë tonë të veçantë që të përkthehet kaq shumë? Tashi duhet të jem sinqert, unë si student në Paris, pa të taku një mikun tim Atanas Vancev de Trasi, i cili ka vdekur. Student në Paris, për çfarë studime shkove në Paris? Unë sapo kisha filluar studimet në fushën e medjes në Universitetin e Brukselit, por në Paris është letërsia, do të thënë është si të thuash qendra dhe ai ka 300 kilometra, do të thënë. Ti frekuentoje kështu? Natyrisht. Aty do të njohja me de Trasin, është një nga autorët më të mëdhej, ndoshta në këto 50 ose 100 vjet të fundit i botës, një poliglot, ndikoi dhe më kyçi me figura të rëndësishme të letërsisë, me francez, me italian, me spanjoll. Ç'e quhet? Atanas Vancev de Trasi. Një personalitet, po them, shumë i njohur, ishte njëri kishte një 6 ose 7 doktoratura, do më thënë fliste portugalisht, kuptohet francesht, rusisht, anglisht, italisht, spanjisht, dhe ishte edhe përkthyesi këtyre gjuhëve. Madje ishte edhe përkthyesi i librit tim të parë në gjuhën frenge, për çka po them ai është në botën e pasurës sepse ka vdekur në pandemi, por duke i falendëruar atij jam kyç. Tash nuk du të jem thjesht se dikush thotë jo të jem modest. Mendoj se nuk mendoj se jam poeti më i mirë shqiptar asnjëherë, pse jam më i përkthyeri, domethënë është edhe pak fati. Kur krijon një farë lloj autoriteti, fati edhe puna ke heci që dërguë janë përkthy. Po kur krijon një farë lloj miqësie, kur futesh në rrjeta, krijon një farë emri, pastaj emri punon. Mendoj unë çkado që të çet Rita Ora ose cila do këto këngëtarëve, Dua Lipa e të tjerat, pro ato janë të mëdha sepse kanë kriju një emër që quhet patent dhe pastaj emri punon edhe për artin e tyre. Këtë në fakt e kam kopjuar nga Kadarej këtë model dhe ai ma thoshte mua, mbi të gjitha duhet ta kuptosh dhe ta lexosh çësjen e aspekteve ndërkombëtare. Kemi pas raporte goxha të mira me Ismailin. Takojën në Paris?
Po, e kemi taku, ka ndodhur edhe 2 herë, 3 herë brenda, me taku edhe brenda dite. Pastaj e kam taku, ka qenë në shtëpinë tonë, ka qenë, domethënë, edhe në Prishtinë, kam shku e kam taku natyrisht edhe në Tiranë. Unë e kam menduar se është institucioni moral i dijes shqiptarëve dhe vazhdoj me e konsideru veten me fat që e kam njohur dhe kombin tim me fat që e ka pas një figurë të tillë. E pranonte diskutimin, domethënë flas për poezinë, për krimtarinë, për flas pjesën letrare, shqiptare, kështu, pranonte, domethënë Kadareu. Po, Kadareu të bashkëbisedoni. Ndoshta gjenitja. Se ka qenë goxha i vështirë, i padepërtueshëm kështu. Po, saktë, ndoshta gjenitët dhe janë të atij formatit. Ai kishte një qasje të vështirë, por po them raportet që i kisha unë, domethënë më jepshin konfidencë, natyrisht trashëguara nga daja ime, Zem Shkreli, sepse ata ishin miq më të mëdhenj, ai deklaron në një rast thotë nuk kam vëlla biologjik, po thotë Zem Shkreli ne kam vëlla. E ndoshta unë duke e përdorur edhe këtë, më pastaj unë kam qenë i sinqert dhe asnjëherë nuk kam qenë nga ata që kam kërku favore prej Kadares. Po, i kam kërku Kadares për t'i botuar autor të ndryshëm, sepse ishte autoritet i madh dhe i kam thënë do ta botojmë filanin, fistekun, do ta botojmë sidomos në Francë. Këtë ja kam kërkuar disa herë, domethënë, po them asnjëherë për veten time, por për të tjerët ja kam kërkuar. Dhe unë mendoj që ka qenë një njeri shumë i ditur dhe ka pas durim të dëgjoj. Ismaili ka qenë i tillë saqë kur ta ka dhënë një mendim, domethënë është dashur gjatë mendosh, nëse ti do të mund të polemizosh ose t'ja hedhësh poshtë ose ta kundërshtosh, sepse ka qenë i thellë në konceptimin e asaj që ai e ka thënë. A cilat janë temat që dominojnë në poezinë tuaj, profesor? Dhe a ndodh që ju riktheheni shpesh këtyre temave? Po, është pyetje shumë interesante. Kryesisht është e përmodshme, është tema e dashurisë dominuese, sepse dashuria nuk plaket. Ne plakemi, vdesim, shkojmë, vinë gjenerat të tjera, por dashuria vetëm sa ndroqasje, por dashuria është e përjetshme, është ndoshta tema dominuese. Unë mendoj që përpiqna të ruhem, të mos të i konsumoj edhe temat e luftës, temat e lirisë, për faktin se për mua thon shumë kam një lidhshmëri shpirtërore me ato tema, domethënë sepse e lidh edhe një histori timen, por jam i kujdesshëm sidomos në arenën ndërkombëtare, sepse librat zakonisht kur i botojnë nuk është mbeten në shqip, por menjëherë botohen në anglisht dhe në gjuhë të huaja, dhe ato pastaj të mos e teproj, domethënë me këtë temë në raport me lexuesit tazëm në Amerikë ose në Francë ose në Itali ose pra përpiqem, tash nuk e di sa ja dal, por përpiqem ta konsumoj me masë. Po si stil, e bën të veçantë diçka stilin tuaj poetik? Tash për këto ndoshta po të filloj me thënë dal nga modestia dhe nuk e di këtë mbase mundin kritikët ta thonë. Kritikët e kanë trajtuar si një qasje filozofike të poezisë time, të paktën disa nga novelistët, Ernesto Cajano ose Jan Foso ose këta që kanë thënë, kështu e trajtojnë, dhe në fakt edhe kjo është përpjekja ime, tash saja dalë unë është diçka tjetër që prapë ndoshta nuk është edhe etike të ti them vetës unë. Te kodi fjalës, unë e kam të vështirë, sepse këtu janë ja 50-60 personalitete, 60 që kanë dhënë mendimin e tyre kritik, që ka përmbledhur profesor doktor Zejnepe Halili Regjepi, po kodi i fjalës në poezinë e jeton Kelmendi dhe pikërisht 60 autor të cituar që kanë dhënë mendimin e tyre kritik për poezinë tuaj. Andaj edhe kisha dëshirë t'ju pyes strikt, e bën të veçantë stilin tuaj, mund të quhet një stil i jeton Kelmendit, apo kështu. Sa rëndësi kanë edhe metaforat, simbolika në ndërtimin e vargut tuaj? Kanë shumë rëndësi, sepse unë mendoj se poezia moderne ndërtohet pikërisht mbi këto elemente që i potencuat, pra metaforën, vargun eliptik, çështjet filozofike, trajtimit të temave. Tash ka një rrymë që është zhvilluar gjithandej, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që quhet letërsi postmoderniste. Unë përpiqem të mos e tejkaloj, pra unë jam i kënaqur të mbetem tek qasja moderne, sepse për mua aspekti postmodernist, domethënë është s'po dua ta them atë çka është, por thjesht unë vazhdoj ta dua edhe të mbetesh modern. Se edhe me kemi mri me u fut në moderne, kemi hjek shumë profesor. Mirë, keni tip përveç poezisë, në fusha tjera që shkruani, si lidhen këto me krimtarinë tuaj artistike?
Po, varet se si e gjen njeriu frymëzimin. Natyrisht unë kam edhe 2 drama të botuara, kam edhe tjerë natyrisht pa botuara, kam edhe romane, tregime, por varet nga tema që e gjej. Nga një herë për shembull më provokon e shoh në një rrugë, e shoh në një emision, e shoh në një paraqitje dhe frymëzimi kështu merret se nuk është ajo që merret as me ushqim as në një formë tjetër. Dhe ajo pastaj ndërthuret me qasjen se kjo temë i shko ka mirë, pra poezisë, kjo më tepër i shkoj ka romanit apo dramës. Pra, janë qasje, po them gjithmonë, duke sipas pikëve shtrimit tim, domethënë ja vlen në këtë gjini ose në atë gjinin tjetër. Po gjithsesi më shumtit e levroj poezinë, sepse po them është gjinia që e dua më shumti nga të gjitha gjinit letrare. Poezi, prozë, dramë, mund t'i veçani, cilat janë ato që sikur ju mbajnë më shumë afër vete, sikur i ke për zemër. Është pyetje goxha stereotipe se sikur ta pyetësh njeriu cilin fëmijë don më shumë, se krejt janë të krijuara për juve, po tash dramat, përvoja me dramat. Dhe në cilin zhandër shkruani më shumë? Po në drama thash 2 janë të botuara, është Zonja Fjalë dhe Loj dhe kundër loj. Tek pjesa e parë është një dramë që i kushtohet studentëve vitit 90-ta në shtëpitë private dhe domethënë një tematik kur çuni pra detyrohet të largohet jashtë vendit për shkak se ndjekte policia dhe e dashur ose e fejuar e atij studentja vazhdo të studiojë këtu, ndërkohë që realitetet ndryshojnë sepse distanca e krijon një ndryshim dhe pastaj ata sikur nuk janë më, kurse pjesa e dytë e dramës domethënë Loj dhe kundër loj është një realitet kur ti lun me realitetin dhe ai lun me ty. Pra është një farloj dramë ndoshta metafilozofike, metafizike me realitetin të cilin po ashtu e kam botuar në vitet më të vona, domethënë 2013, vitin 2013 është botuar dhe në fakt është një qasje, domethënë pak a shumë një farloj ironi ose me realitetin që na shfaqet, siçdo shoqëri tjetër natyrisht edhe një shoqëri që ka kaluar 2 faza, pra ose siç po i thon në terminologjinë mediatike, tranzicion, ishte tranzicioni pra nga okupimi në liri dhe tranzicioni nga sistemi monopartiak në atë pluralist dhe atë në gjitha format, pra është një tentativë. Loje kundër loj, realisht. Profesor, keni shkruar shumë. Dikun jeni në shumicën jeni autor, dikun edhe bashkautor, edhe bëjnë një numër të madh. Tash goxha e vështirë edhe me i majt men krejt titujt se u mundova me i numërua atje dikun. Janë 160. Po janë 162 ose autor ose bashkautor ose përkthyes. 162. Nuk janë të gjitha teletërsis, natyrisht se ka disa 30 janë publicistik, janë shkenca politike, domethënë fusha profesionale, libra universitar dhe një pjesë e madhe pra po ashtu diku rreth 80 libra janë të cilat i kam përkthy. Domethënë po të gjitha gjinive i kam përkthy ose në gjuhën shqipe ose në frëngjisht ose në anglisht. Merresh edhe me përkthime. Po kam mbi 80 libra domethënë që i kam përkthyer ose në shqip ose nga shqipja në frëngjisht dhe anglisht. Ka autorëve sigurisht të mëdhenj. Po, natyrisht. Megjithatë po kthehemi përsëri. Çetu te kodi i fjalës në poezinë e jeton Kelmendit, prej 60 autorëve janë ja 2 a 3 nobelista. As na i thu me emrat që ti duar trokasim, e ti falenderojmë që në marrë me ty, me poezinë tënde, që pastaj na bën krenari shqiptar ajo punë. Po faleminderit shumë. Ernesto Kahan është një mik i imi, ka marrë çmimin Nobel 1985, është nga Izraeli, profesor emeritus, antar i një 10 akademive të ndryshme botërore, një personalitet tepër interesant dhe shkruan disa herë ka shkruar për mua, ka botuar shtypin amerikan në Izrael dhe po ashtu në Argjentinë. Ka lindur në Argjentinë, dhe është interesant punë e tij e kam sjell në Kosovë, kemi nderu në Universitetin AB me doktor honoris causa, ka qenë në Universitetin e Prishtinës, ka qenë në Kosovë dhe thotë se s'ka qenë asnjëherë më poshtë se sa Vjena dhe është impresionuar jashtëmase. Ky njeri jemi njohur përmes një shkrimtarit po ashtu arbresh me origjinë, Ernesto Sabato. I cili po ishin të 2 profesor në Universitetin e Buenos Aires, në Argjentinë, dhe që të 2 ishin me profesion
fizikant, por Ernesto edhe mjek, do me thënë, ka qenë profesor në fakultetin e mjekësisë dhe po ashtu edhe në fakultetin e fizikës në Buenos Aires, pastaj edhe në Tel Aviv, ndërka që është një shkrimtar jashtëzakonisht i madh, është miki im, ka qenë edhe në familjen time, por ajo që është më e bukur sepse Ernesto Kahan ka bërë një libër me Taiko Muriko, është një autore po ashtu me famë botërore japoneze, për genocidet dhe unë i kam kërku të bëj një poezi për genocidin në Kosovë të bërë nga Serbia 1999 dhe është e botuar anglisht, hebraisht, spanjisht, portugalisht dhe në Shqipe kam përkthyer unë me shumë kënaqësi. Është një poezi ku thotë genocidi thotë filloi të shtrihet në Kosovë dhe një nobelist kur e shkruan posedoj po them librin edhe në gjuhën shqipe sepse e kam botuar vet dhe kjo më bën që të ndihem krenar se një njeri, një nobelist ku shkruan kaq mirë për ne. Kjo është më e madhe se sa që mund të shkruaj për një individ dëshmie në nivel absolutisht botës, se po thot një nobelist. Li Kuai-shen është një autor tjetër i cili ka vdek para 2 vitesh nga Tajvani. Po ashtu ka disa, janë goxha një numër i madh i emrave, personalitete, domethënë qoftë nga Evropa, nga Afrika, ka nga Rusia, nga Kina, Zhang Ji e shumë, domethënë personalitete të njohura të letërsisë. 60 njerëz të mëdhej të kësaj dy jaje flasin e bëjnë kritik për poezinë tuaj dhe kjo është e jashtëzakonshme. Për një njoftim, kjo është libri qendrori vjetë profesoresha Zejnepe. Irena Gjoni ka nxjerrë para dikur 10 vitesh një libër tjetër ku janë 50 autor, kryesisht janë të tjerë. Pra është libri i 5 që bëhet për mua. 2 autor janë shqiptar dhe 3 janë të huaj, është një indiane. Është një rumun që ka një libër natyrisht në gjuhën rumune, indiane e ka librin në anglisht dhe është po ashtu edhe një argentinas në spanisht që e ka një libër, është tem masteri që e ka bërë pra në letërsinë time, edhe ai ka diku mos gabojmë një 8 vite, para 8 vitesh që e ka bërë në gjuhën spanjolle. Kisha pyetje të radhës. A ka magjistrua, a ka doktoru, a ka dikush në poezinë edhe në krijimtarinë tuaj dhe kjo pas ka ndodhur? E thatë për nobelistin se antari shumë akademive. Ju jeni antari shumë organizatave dhe akademive ndërkombëtare. Ishin shumë. A i din vetë për men shkrejt? Apo kur ta montoj të filloj me i qita të poshtë me... Faleminderit që po mi kujton, nuk e di, ndoshta njeriu kur është në fillim, është goxha më entuziast, dikur fillon të ishe normale dhe pastaj kur futet një rrugë, pastaj ishe rrugët. Po jam antar i Akademisë Shkencave të Ukrainës, mbaj një miqësi dhe mbaj, do me thonë, shkom shumë dekorata nga përfshirë, nga zyrtarët më të lartë shtetit, natyrisht letërsia, Universiteti i Kijevit Shevchenko e kështu me radhë. Po antari rregullt i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Evropës në Salzburg, antari i Akademisë Shkencave të Evropës, po ashtu në Paris. Janë disa akademi, do të thoja tash ndoshta është në biografi atje edhe të flitet shumë, s'po di se sa. Sepse pyetjen tjetër e kam, keni shumë çmime ndërkombëtare. Cilat prej tyre kanë, do më thënë, një më të veçantë, se janë shumë, ishin shumë, përsëri, po t'i numërojmë, shkon goxha gjatë. Po, tashi ka, për shembull, universitete, disa universitete ka në Brazil, ka në Rumani, Moldavi, për shembull, ka në Ukrainë, ka vende të ndryshme, domethënë që i jepet titullin deri doktor honoris causa dhe po ashtu ka edhe disa çmime të cilat i jepen për letërsi. Domethënë kryesisht në Itali, Premio Farina, që e mora vitin e kaluar një çmim, domethënë shumë i përzemërt. Natyrisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës kam një çmim që librimi i parë kur është përkthyer në Udmurçë, Republikën e Udmurçës në Rusi, po para luftës gjithsesi në Ukrainë, ka qenë një nga çmimet interesante dhe shumë i dashur që pen klubi atje më dha një çmim dhe ata e ruanin atë kulturën e vjetër sepse kishte edhe para, natyrisht ato parat e tyre, po pastaj të konvertuara në dollar, nuk ishte shumë e madhe, po më bënte përshtypje, sepse shumica në botën perëndimore janë çmime honorifike dhe çmimet domethënë të zakonshme nuk përmbajnë pra shumë materiale, por janë çmime honorifike, si thosh çmime reputative. Ta them, çmimi më i njohur është Solenzara, që është ndarë nga Universiteti i Parisit 8, cilën e ka marrë në Francë, por ajo është një diplomë, është ndoshta çmimi më reputativ, por
si diplomë s'ka asnjë gjë, por natyrisht është çmim Salenzara. Në universitetin në shkallë krenarie, edhe jemi lumturu kur disa profesor qoftë nga Shqipëria dhe nga Kosova kanë dëpërtuar për universitetet parisiane. E lere ma që të qmohesh se që pash atje një farloj mu duk si medalja amerikane, diçka duke si e artë, për çfarë flasim? Apo s'po të kujtohet? Se të hulumtova në për... Po, faleminderit të po më vend pak në siklet, në radhë parë, do më thënë, të falenderoj përzemërsisht edhe për emisionin që e ke, jo veç për mua, por për gjithë njerëzit, po është një çmim atje që në Shtetet Bashkuara të Amerikës se themelun, jipet çdo vit, jipet prapë çmimi për art, kulturë dhe dije nga seksioni dhe klubi i arteve, si quhet atje në kuadër të Universitetit Yale në New York, dhe ai mban emrin tim. Domethënë ishte gjëja e parë dhe jo shumë e zakonshme. Natyrisht se na jemi pak subjektiv, na shkrimtarët, a di kemi qef, jemi sado nuk ngopemi, jemi një farë specie goxha interesante dhe mu duk interesante kur vitin e parë si e themelun dhe ma dhanë mua atë, do me thonë, ishe një farë portretit si artë, ku di unë se qka ishe dhe ma dhanë atë, por të them sinqet mu duk, se di, mu duk jo shumë e natyrshme ta mirja, sepse të dilje thash ati mos... Unë thash e pasur unë gjitha jari, duke... Do t'ishte dhe më mirë, po t'ishte i teri jari. Profesor, po kalujem në një moment tjetër, në një segment tjetër të bisedës, jo për gjë, po tash në raport me letërsinë shqiptare, si e shihni rolin e letërsisë shqiptare në skenën ndërkombëtare? E tashim ke këthyn tamam aty ku dëshiroj me folën temën, sepse këtu e kisha pak siklet flas për veten. Po, unë mendoj nga përvoja ime, po thëmë, për aq sa mund t'jap të drejt vetes, edhe si përkthyes tashi pa modesti edhe njohës deri diku i letërsisë, sepse do me thënë jam një njerëz me një përvojë goxha solide në fushën e përkthimeve. Mendoj se pra ta dhe të përgëzoj për këtë emision, shqiptarët në letërsi nuk janë më keq se sa popujt e mëdhej. Edhe e them me shumë përgjegjësi. Mund të them se në fushën e poezisë mund t'ja nxjerrim përveç atyre të figurave të mëdha, Shkrelit, Podrimjes, Ramanded, se këtyre figurave që tashmë dihet, kemi brezat pasadës që shumë prej tyre dhe janë gjallë dhe vazhdojnë dhe janë në pjesën e elitës së poezisë evropianes. Po flas fushën e poezisë, e them me shumë përgjegjësi, Kosova qëndron te vendet më së miri në kontinentin evropian. Te proza, te drama, do me thënë, pak më dobët jemi. Tash, po them, kjo është bindja ime nga përvoja që kam. Tek proza, më mirë qëndrojnë ata që shkruajnë në Tiranë, disa autorë, do me thënë, sepse poezia më mirë shkruhet në Prishtinë, kushtimisht po them, kurse proza më mirë shkruhet në Tiranë. Do me thënë, ata qëndrojnë më mirë në korelacion me letërsinë e vendeve evropiane, kurse ne në poezi qëndrojmë, besoj dhe me them me shumë bindje dhe besim se qëndrojmë në vendet që më së miri pra që janë. Mund t'ja nxjerr unë me shumë përgjegjësi, ta zëm vetëm nga Kosova mund t'ja nxjerr 10 autorësh të cilët do t'i qëndrojnë çdo antologji të poezisë evropiane moderne. Tash shumë kontakte, shumë lëvizje gjithandej, vërtet edhe shumë çmime, shumë shkrim edhe sa ke mujt me vrit, sa ndikojnë përkthimet në përhapjen e kulturës edhe të identitetit shqiptar në botë? Shumë ndikojnë. Në fakt, ti mund t'jesh një elit shumë e madhe, po që s'të njohin të tjerët. Dhe mund t'kesh autor briljant, por që nuk të njohin të tjerët. Ta zëm, ne kemi pasur dhe autor të mëdhej. Ta zëm, Rilinda si të deri, po marë për shembull Konica është një autor shumë i madh. Është një mjeshtër i madh i mendimit letrar, po edhe ati gazetares dhe publicistik. Por kush do ta njifte Konicën, një fshat i humbër që tash për fat keq i tako Greqisë,
Në qoftë se ai nuk do të jetonte në Bruksel dhe nuk do t'i përkiste, nuk do ta njihte kulturën franceze. Ta zëm Albin Michel për Fajkonicën thot Franca jonë e madhe, që aso kohë konsiderohet kishte 40% letërsisë botërore, thot do të ishte shumë më e pasur po ta kishte një figurë kaq të madhe si Fajkonica e lërë më Shqipëria e vogël. Pra letërsia ka vlerë aq sa njëjtë nga të tjerët. Shto faktin e një mileniumi të tretë ku gjithçka është zvogluar, bota është zvogluar në internet. Sot nga këtu në Zeland 3 me njëherë di se çka po ndodh, lexohet botimet elektronike. Pra motoja ime ka qenë dhe përkushtimi im jetësor që sa më shumë aq sa varet nga unë të kemi përkthime të autorëve, natyrisht të mia. Domethënë që ka një mesatarë të lartë të përpjet, sepse gjithmonë si thosh më e mira është relative, sipas mendimit tim, pra ti përkthejmë në gjuhë të ndryshme dhe të kenë lexues të ndryshëm. Prandaj këtu nuk qëndrojmë sot keq. Pavarësisht sepse teknologjia mediatike u ka mundsuar edhe disa njerëzve autor anonimus, të cilët me këto lloj përkthimesh digjitale dhe vetë i shtypin këtu dhe thotë sikur bota sillet rreth tyre. Pra këto nuk janë serioze, nuk flas për këtë pjesë, flas për autorët të cilët kanë arritur të botohen në përqendja të mëdha evropiane dhe botërore dhe ata po e rregullojnë imazhin e shqiptarëve në fushën e letërsisë se ky popull ka një letërsi vërtet të mirë. Institucionet në Kosovë, në Shqipëri, sa kanë mujt me mbështet këtë segment? Të përkthimit, të botimit në nivele botërore po flas. Po. Këtu është zhgënjim për këto vite të lirisë në Kosovë dhe natyrisht edhe në Tiranë qëndrojmë keq, sepse edhe në Tiranë edhe në Prishtinë financohen libra të cilët përkthehen nga gjuhë të ndryshme në gjuhën shqipe. Që është edhe ajo është e mirë sepse e shohim se ku janë ata. Por për mua është edhe më e rëndësishme se aq kur autor të mirë që i ka Kosova, Shqipëria, ti përkthejmë në gjuhët e tjera. Këtu qëndrojmë keq. Ta zëm Maqedonia, një fqin, Maqedonia e Veriut, një fqin i ynë shumë i afërt, ajo natyrisht për shqiptarët më pak, po maqedonët e vet i mbështet, si thon këta ekonomistët, i subvencionon dhe autorët maqedonas përkthehen në anglisht, në frëngjisht, në gjuhë të ndryshme. Unë mendoj se kjo na mungon, është një politikë kombëtare që e kemi mungesë edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë. Dhe atë tash e gati, domethënë 3 dekada kur ne jetojmë të lirë, po them shqiptarët në Kosovë, e gjithsesi edhe në Tiranë, të cilët këte do t'ua këshilloja, ua kam thënë edhe disa prej ministrave dhe këtij ministrit në mandatin e kaluar të bëjmë diçka në këtë fushë, premtimet ishin, por shpresojmë që një ditë realizimi jo akoma të po kalojmë në një segment të veçantë që nuk e di sa e keni për qef, po unë mendoj që duhet ta qartësojmë. Ju keni qenë pjesë e luftës së UÇK-s. Si e kujtoni atë periudhë dhe çfarë ndikimi ka pasur në jetën edhe në krijimtarinë tuaj? Tash është biseda preme. Deri këtu pak më minus për një me falë për shakon. Po, doktor, lufta konsideroj që është gjoja më e keqe që e do një popull dhe një individ kush do qoftë ai. Por kur është detyrim, është gjoja më e mirë dhe më e shtrejtë. Unë kam qenë djalë i ri. Sepse liria është më sublimja. Nuk ka diçka mbi lirinë dhe nuk ka diçka më të shtrejtë se sa liria. Dhe unë në rinin time, po them, unë e kam përjetu luftën, kam qenë pjesë e ushtrisë trimtare të Kosovës, një vujtje shumë të madhe, por është pjesa më e ndritshme, më e dashur dhe më e shtrejtë e jetës time. Unë kam qenë pjesëtar i UÇK-s, më pastaj në forma të ndryshme edhe i UÇPMB-s. Ndihem shumë krenar, jo për faktin se kam mundur të bëj gjëra të mëdha, tash jemi i sinqert sepse para mendos se sa një ushtar mund bërë, por ti je pjesë e një projekti të madh dhe unë mendoj se shqiptarët që nga 1912 nuk kanë pasur projekt më të madh. Dhe për fat projekt më fitimtar se sa projektin e luftës së ushtrisë trimtare të Kosovës. Të jemi sinqert, jam shumë i lidhur, përpiqem të jemi kontrolluar, por sigurisht gaboj. Nga që sado që lëviz me makinë, me vetur, pra unë mbaj muzikën, mbaj ato muzikat folklorike, sikur më duket sikur po më zbehet, saqë sigurisht edhe mund t'i nevrikos edhe. Po dominoj ka Ilesha Qili dhe Shkurtë Fejza, ma pakune në. Pa dorën zemër, jo, dhe ti nuk je keq aty, ke këngë patriotike, çdo gjë që i knohet fumbit, unë e dëgjoj. Madje ka dhe zomër që edhe shumë ndoshta nuk më pëlqen, po teksti më pëlqen dhe më detyron ta ndëgjoj. Ajo ndikon gjithsesi edhe në letërsinë time, her pas here nuk mund ta harroj dhe shkruaj për te, por përpiqem
përpiqem ta konsumoj me mas, nuk e di sa ja dal, por përpiqem të jem shumë i kujdesshëm, sepse nganjëherë kam një përshtypje se edhe kur shkruaj sa do mirë për këtë vlerë kaq sublime, a thu mos lash diçka më te kam frikën, domethënë s'kam ditë ta them, sepse një vlerë kaq e madhe unë me këtë përshkrim mos e kam një losë. S'ka pend, s'ka mendje, s'ka poezi, s'ka këngë, s'ka roman, s'ka libra të tërë botnor që mund ta përmbledh vërtet këtë mrekulli që i ndodhi këtij kombi me Ushtrinë Shqirimtare të Kosovës, se fitum lirin. Profesor, ju jeni studius, ju jeni shkencëtar dhe krijues 3000 vjet, nuk dihet na kemi qenë të lirë një herë. Na, kjo pjesë që u shliru prej Ushtrisë Shqirimtare të Kosovës dhe edhe në ato se të gjithve se kur po harrojmë ne thonë e qysh se thatë, është qëndron, nuk e moho kush dhe s'ka me mohu kurrë. E bukura bile, madhështia qëndron edhe aty që bëm aleancë me natën, me Perëndimin, aty ku kemi venin, ku kemi pas gjithmonë. Edhe kjo është mrekulli. Tash shumë lëvizje, punë shumë e madhe, mos me zonë 24 orëshi, goxha vështirë, kush ishin ata që durun kaq shumë në familje, zonja dhe kush? Tashi ata s'di dhe kanë më nduru edhe shumë në radhë parë, sepse deri tash më kanë nduru, edhe pse ankohen edhe me të drejtë, pra është zonja ime, e cila është pedagoge në Universitetin e Prishtinës, është prodekane e Fakultetin e Edukimit. Që e ka emrin? Kyvete. E që Eduard Topaki me përqafon për këtu, se ka hek shumë e ty. Edhe vazhdon të hek. Edhe, se vërtet lëvizje shumë të mba, mungesa edhe në shtëpi, lëvizje gjithandej. Kjo mrekulli që e ke shkel globin gjithandej, por për ata pak e vështirë. E vështirë sepse nga njëherë kur iko ose në Amerikë ose në Evropë, ka ndodhur me i lanë me 1 muaj, me 1 javë, 10 ditë, 2 javë, dhe është e vështirë, do me thënë, kurse po ashtu edhe fëmijët e kanë të vështirë. Është fjala dhe Noidi, pra fëmijët e mi, kur fjala ishte vogël, vajza ime, e pyesnin miqt, e pyesnin se çka ka qef babi, çka blen, nuk fliste akoma mirë dhe thoshte babi ka qef libla e levena, theke, sepse unë kur lëvizja shumë me jep një dhurat me verë dhe unë e pëlqej verën dhe librën, e i sjellja në shtëpi dhe kisha shumë vera dhe libra, theke, këto dyja thete i ka, theke, babi kur s'fliste, edhe mbaj mend do me thënë, po. Këtë lidhje me librin, më shumë trashëgimi familjare, ka baba, ka familja jote, a ka kelmendja, ka shkreli. Tashi, po, ne ka baba... Apo kombinum? Të dyjat, ka baba, ka qenë agja mësus, ka qenë niveli më jullë, jemi më të njohur në fushën e luftës, do me thonë, sepse kishim njerëz të familjes, do me thonë, që ishin vrarë, do me thonë, vlaj i gjyshit time, njerëz, do me thonë, në përsheku, në pafëndësi, si Rugova. Kurse pjesa ka dajt, ishin me një talent kryesisht për letërsi, por jam rrit me libra, edhe baba im dritë pas e donë të shumë libra. Mbaj mend ishte diku fillimi viteve të 80, ishte fëmijë fare i vogël dhe kur e pati bler lahutën e malësisë. Do me thënë shitej shumë sekrete dhe nuk e di se kush e kishte sjell, por aso kohë kushton të shtrejt, si thush sot me ble një motociklet, ndoshta spodinja 1500 euro, do më ishte një shumë e shtrejt, dhe botimi ishte shumë i dobet, sepse u çkapta, jo ishte sjell nga Shkodra, ku di unë dorë mbas dore, dhe mbaj menon kur flitej, kur e bleu, duaj ta mbaj fshet më fshet se sa edhe një arme që ta mbash pa leje, dhe si fëmijë unë e pata mësu lahutën, në fakt, dhe sot shumicën e di, ma shumë di nga lahuta se sa nga librat e mi përmend. Sa ku do m'ja nis dikush unë mund ta vazhdoj, do me thënë, po e kam mësu si fëmijë. Pra, sigurisht ato ndikojnë. Unë besoj që jo vetëm ato, por dhe koha, sepse tash i fëmijët e mi i kanë libra, do me thënë, kudo që kanë bibliotekën, edhe në Bruxelles, në shtëpinë time në Bruxelles, edhe në Prishtinë, edhe në Pej, edhe në Rugov, ku kam vilën, do me thënë, unë kam biblioteka. Dhe
nuk e di, tash shpresoj që t'jene edhe më të interesuar, po e kam një përshtypje si këto gjeneratat e reja, ma pak ka një lidhshmëri, ndoshta teknologjia e bën vetën, kurse ne është e pamundur mos me e marr, domethënë nga një herë sikur një lloj gare, një libër, ta zëm fishtën, pastaj ishte edhe libra që ishin legale të na infrashit e autorëve rilinda, se pastaj autorëve të tjerë, por ne kishim një lidhshmëri shumë më të madhe, po mendoj jo unë ose jo familja, por si gjenerata, si shqiptarët po flas në Kosovë, në qytetin Pej, domethënë ku jam rritur, se sa që kanë gjeneratat e sotme, sepse ka një herë nuk dëshiroj ta rrfej atë, por ka raste kur studentët i pyes nga një herë, për të mos thënë në një rast taktuar në provim, thash kush është autori më i mirë, student bëhet fjalë, me një lëndë që mbaja shkrim akademik dhe i them kush është autori më i madh shqiptar, njëri tha Ismail Kadare, thash po më thuj kush janë ato libra, cilët janë librat e tij, tha ato dikur tha, ato tha me korica të kuqe. Jo me kopertina, po me korica të kuqe. Do të thotë që marr një kash në servishja, sepse ashtu si duket e ka pa diku të gjyshit, sepse ishte studentja, ishte fëmijë që kishte lindur pas lufte. Ato botime që lindja dikur që i kishim të bukura. Ajo ti thoshte kopertin të paktën, po i thoshte koric nga gjyshi, nga ta, domethënë ishte pak zhgënjyese. Pra, sido që të jetë, duhet ta pranojmë se teknologjia ka ndikuar gjithë botën, edhe tek ne mund të jem, po prap unë mendoj se libri klasik, libri është diçka shumë i dashur. Përqapje mendjes. Çfarë mesazhi apropo kësaj do t'i jepni të rive që duan ta ndjekun rrugën e letërsisë dhe artit si ju? Tash të merresh me një art duhet ta duash shumë. Duhet ta duash pa matshëm, pastaj të merresh me të në qoftë se do të jesh një personalitet. Në çdo profesion në fakt duhet ta duash, nëse do të jesh se edhe ju e keni dashur mjekësinë, e keni dashur spektaklin dhe natyrisht se jeni në yll në këto fusha. Edhe në letërsi, porosia ime është për gjithë ata dhe ato që duan të merren, duan të jenë të përkushtuar shumë. Fati është se duhet e flasin, po duhet ta flasin edhe 1-2 gjuhë të huaj, anglisht, frëngjisht ose një këto, sepse kur i flet gjuhët direkt të gjuhët e mëdha, sigurisht se merr përvojat, merr qasjet. E them se kemi individ të jashtëzakonshëm që shkruajnë me një talent të jashtëzakonshëm. Sigurisht se fati prapë po e përsërisht është se njohja gjuhëve të huaja të ofron me një mundësi, me një përvojë të letërsive që tashmë janë të konsoliduara. Ta zëm kur e flet letërsinë e Shakespeare-it ose të Cervantesit ose Dante Alighieri, domethënë nuk është punë e vogël, ti e merr drejt për drejti dhe kjo krijon, si thuaç, ndikim të madh në formimin e personalitetit të individit në fushën e shkrimtarisë. Ju flisni anglisht? Flas anglisht dhe frëngjisht, edhe shqip deri dikën. Jam përkthys nga këto gjuhë, kurse natyrisht i komunikoj pra pak polonisht, komunikoj natyrisht edhe italisht edhe këto gjuhë slave nga pak, jo me i ditë mirë, po natyrisht se i komunikoj. Po, dhe se na kena mësu se i kena pas këtu afër, njëherë i kena pas për mi, e kështu. Profesor i nderuar, profesor doktor Jeton Kelmendi, ishte kënaqësi që të kisha mësafir. Kënaqësia ime, na ke thënë gjëra të bukura. Ju përgëzoj, ju dëshiroj suksese, jetë të gjatë, sepse duke jetuar ju, jetojmë edhe ne, kësaj promovohen vlerat. A kanë shqiptarët vlera? Pa më të voglin dilemë se po. Pra, është fisnikri, po e quaj edhe patriotizëm, qoftë se promovon në vazhdimsi vlerat e cilat ky popull i nxjerr do e mos, dhe këto na inkurajojnë që të rrim këtu, të jetojmë këtu, të vazhdojmë të kultivojmë dhe të nxjerrim vlera. Faleminderit gjithsesi dhe kënaqësi. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi profesor. Faleminderit.